Paramendo që tash, me i marë organet zorë të një luftëtari, edhe me jashtin bark, edhe në veç me qitë fasha, ashtë sa kemi pas. Është një rast, jetoni, mbi emri s'po më kujtohet, kur është plagos, predha ja kish prej komplet barkin, edhe kish ra përmbys. Po, e çuditshme nuk e ka humbë vedijen. Kum shkone me disa luftëtare, bashkë luftëtare të mia, me i dhanë ndihmë. Paramendo që tash, me i marë organet zorë të një luftëtari, edhe me jashtin bark, edhe në veç me qitë fasha, ashtë sa kemi pas. 18-17 vjeçare kanë qenë ato qikat, ka qenë edhe Ili Rakaj, mjeku i cili sot është invalid 100%. Ja lidhën plagën, e marrën për me tërhek. Unë e pëtham aty në kolegeve, po shkojmë pëndime, nuk besojsha që ka me shpëtua ideal, si tu e pa, çfarë plagë ka, shpresat për mu ishin shumë të vogla se ka me jetua ideal. Edhe i pëtham aty, në na e lidhën plagën, dërgëne, hajde po shkojmë të tjerët. Sa i kemi kthy kokën, mjekun e kemi pas me veti, ndoshta 1 metër, 2 metër, hiq ma shumë. Kur e kemi pa, na është plagos mjeku. Ka ra predha qëtu në kokë, kishmet në gjonjë. Edhe ajo gjagëderdhja që ka fillu, që madhe o kanë, sa që edhe na tash metëm pa mjek, çka me ba pa mjek. Rasti i Ilirit më prek edhe sot, edhe deri sa të vdes. Se sot në ditët e sotit, mjekët kanë arrit shumë profesionin atyne. Ili Rashkaj ka met anash, si prej shtetit, si prej shoqni, si prej gjithve. Sot Ili Rakaj, më falni se Rashkaj po tham, sot Ili Rakaj është veteran, invalid i luftës, nuk mundet me fol, e ka një pak që as barnat nuk mundet me ambulu, edhe gjithmonë e kam si një dëshmor të gjallë kur e shoh Ilirin. Po du me dalë të jetoni, kur Zoti thot me jetu, jetoni shpëtoj, sado që na nuk ishim shpresë. Na kishim shpresë se jetoni ka me jetu. Po jetoni sot do shëndash, ka fëmijë, e vazhdon jetën normal si kur na.